Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru inspektoi nga afër punimet për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Ismail Qemali në Shkodër, një projekt i veçantë që synon të krijojë kushte moderne dhe bashkëkohore për mësimdhënie dhe mësimnxënje, duke e kthyer njëkohësisht shkollën në një vepër arkitekturore për qytetin. Ministria theksoi rëndësinë që institucionet arsimore të mos jenë vetëm objekte funksionale, por edhe hapësira që kontribuojnë estetikisht në qytete. Është shumë e rëndësishme që projektet e shkollave, po dhe përgjithsisht të objekteve publike, spitalet apo kopshtet, po edhe zyrat e administratës, të mos jenë vetëm objekte funksionale, pa diskutim standardet e shkollës, klasat. Por në momenti që janë dhe vepra arkitekturore, bëjmë dhe një edukim estetik, por edhe krijojmë një vepër arti publike në qytet, apo në fshat, kudo që të ndodhet objekti. Kështu që më vjen shumë mirë që Shkodra vjen me një projekt të tillë. Duke u ndalur tek zgjerimi i programeve passhkollore, Kumbaro vuri theksin tek përfshirja e programit Toka në shkollë, për të cilin janë parashikuar hapësira të dedikuara në këtë shkollë. Sipas saj, ambientet e jashtme në shkolla që kanë hapësira duhet të shndërrohen në kopshte e parcela, ku nxënësit do të kenë mundësi të kujdesen dhe të mësojnë drejt për drejt për natyrën. Ne na vjen përmbar, po së mos ndërtuesve me bë gjithën me shtru betona, pllaka. Por nëse ke projektin ferma në shkollë, të shikosh se ke shumë më të kollajt me mbajt fëmijët edhe 2 orë dhe 3 orë mbrapa. Edhe pjesën e mastrekës ata munden. Dhe tani që nxorëm edhe kemi edhe mundësim për me i pagu mësuesët me orë ekstra, apo me marrë të tjerë, nëse mësuesët nuk duan. Tani duhet patjetër ta bëjmë të gjë. Me që jemi në fazën e ndërtimit, duhet parashikuar se s'bën kjo pjesa, kështu që do ta kuroni vetë. E gjitha kjo duhet kthehet në fermën e shkollës. Në mundësinë edhe për të zbavitur, por edhe për të krijuar një parcel për të mbjell fruta perime, për të mbjell lule shtrydhe, për të mbjell qep, për të mbjell lule. Pra, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që fëmia ta ndjejë që ka një marrëdhënie tjetër me tokën. Edhe merr vërtet kuptim kur thua ferma në shkollë, sepse ata kënaqen kur e mbjellin, kur e vadisin, kur kujdesen për to, kur vjen momenti që bën frutat, marrin dhe frytet dhe i konsumojnë bashkë. Domethënë, është një nga pjesët më të bukura. Shkolla Ismail Qemali ka 810 nxënës dhe një staf prej 52 mësuesish, 4 drejtues, si dhe shërbime që përfshin psikologun, punojësen sociale dhe oficerin e sigurisë. Investimi i Ministrisë së Arsimit për rikonstruksionin e plotë të shkollës Ismail Qemali do të sigurojë ambiente më funksionale, më të sigurta dhe më dinjitoze për nxënësit.